Një nga mënyrat që ka përdorur federata është pikërisht mënyra se si ajo i trajton biletat. Një pjesë të njerëzve të afërt, përfshi dhe kolegët tanë, ata u japin bileta. Si ta sheu dërgon mesazhe 10-15 shkrime ditën, si ka mundësi që i shkruan kaq me shpejtësi. Popullata i lexon në fakt, me thënë drejtën, me një pjesë ja botojmë të gjitha, po dërgon vazhdimisht 10-15 ditën shkruan. Biletat ylli përdoren edhe për të joshur, edhe për që kështë i kullot, e ke pa që edhe spaku që s'kishte lidhje me futbolin, i kem tribunën VIP, edhe në ndeshje që bileta me çmim zyrtar është 500 euro. Gëpton të shkoj çmimi zyrtar të Shqipëria 500 euro? Unë kam qenë në ndeshje në Beograd. Çmimet më të shtrenjta një botë, më shumë mund të gjithë çmimet të tilla të ndeshjes kombëtare kudo, në shtetin më të pasur të botës nuk gjen këto çmime. Po transmetimet si bën televizioni publik, kush i bën transmetimet? Jo, i bëjnë televizioni Klan dhe Digital. Klani, për publikun, pra sa ajo transmetimi free e ka Klani, kurse për publikun jashtë, për shembull, unë isha jashtë dhe me aparatet që kisha, unë mund të shikoja Italinë, e transmeton dhe televizioni publik, por nuk shikon do të Shqipërinë sepse del një drejt autori. Që do me thënë, edhe kjo është një shitje shumë e ndyrë. Atere, ylli, te biletat, se ishim te biletat, qa ndodh me biletat? Jemi shkurt pak, se... Qa ndodh me biletat? Po të marrë rastin, ne inauguronim stadiumin Elbasanit dhe kishim ndeshje me Danimarkën. Dhe biletat ishin 180.000 lek. Ndërkohë, në Beograd, në 2014 në ndeshje. Bileta me shtrejnë stadium ishte 9 euro të VIP-i. Dhe bileta ma sporte ishte 2 euro. Pra, jo se s'kish kërkes, ati kishe kërkes për 100.000 veta në stadium. Por ata vendosin një çmim, do më thënë, i cili është në varësi edhe të jetesës, edhe të mundësisë si kanë tifozë, për të ofruar çdo lloj tifozi. Ne në Shqipëri, i shpëtoi goja njëri nga zyrtarët e federatës dikur dhe tha, futbolli tha, nuk është për të varfrit, tha, është për të pasurit. Pra, ne çojmë çmimin shtrenjtë, sepse do vinë ata që kanë lek. Ndërkohë, po bëjnë thirrje, kanë 2 ditë për ndeshjen e Ukrainës. Kanë shitur bileta gjë, baldi t'japi dhe falas tani shko. Sepse ndeshjen po të marrë dhe ajo është për të fshirë me nderën. Po t'jap rastin e fundit në kampionatin evropian, biletat ylli mba sporte për tifozët tanë kanë qenë në çmime 30 euro, 40 euro, 50 euro. E di se janë shitur këtu nëpërmjet agjencive. Dhe këto i shesin se agjencia është e prirur sa të punë ka, është biznesi vet. Por edhe agjencisë vet nuk ja japin me çmimin që është real që ka ndeshja. Agjencia i ble ato bileta, i ble nga këta që kanë aksesin dhe i shesin. Prandaj thot agjencia 1.000 euro të shkosh në Varshavë, shohësh ndeshjen dhe të kthesh. Ndeshjet tona në kampionatin evropian ishin nga 800 euro deri 1.000 euro mba sporte, nuk po them vendet e mira në stadium. Pra edhe me këtë bëj biznes ylli. Biznes me lojtarët, biznes me biletat. Domthonjë çdo gjë ku mund të përfitohet diçka, është kthyer në biznes. Duke kontrolluar dhe median, sidomos median, çfarë kanë bërë? Kanë bërë që ti nuk e zëra kundër, dhe prandaj përfundojnë gjykata atje me 4 vjet, e 5 vjet, sepse gjithë të tjerët, çka ka bërë ai? Mo them vetëm shiko panelet sportive në fundjavë, për që flasim për kampionatin e Shqipërisë. Ylli në çdo panel ke një arbitër që është i federatës, zyrtari i federatës. Mos ke bërë një regjistrim në televizion tjetër ti sot? I cili, mbulo, nuk e di se mund të kemë bërë para 2 javësh. Do të kesh bërë regjistrim përpara se të thonë del në 2 vende ky son. Unë dalë në 3 njëkohësisht, dalë në 2. Ora 10 ka kaluar. E ka kaluar ora 10. Tani, pra, kjo... Jo si a 2 isha, ja 2. Kjo është gjëja tjetër, po pra është e regjistruar. Registruar, po. Kjo pra... Po kjo ta din që jetë ne dhe të registruar. Ska më i jap... Ore ta din për të ne... Je live këtu, pra. Je live. Nuk dohen ta futin ty, mo. Jo, si. Krimi organizuar... Live është këtu. Metoda që fshiem... Live është këtu. Fshiem ylli. Se krimi organizuar i ka këto fshiem. Kamuflohet. Dhe fundit ta mbyll me FSHF, në Federatën Shqiptare e Futbollit, sepse vërtet, po të kishin fituar këtë ndeshje, unë një kolegu tënd që ishte këtu dje, i thash, po të kishin fituar me Polonin, ti do na kafshoje nga veshët në alije. Se thoshim, pse sulmoni ju Silvinion tani? Pse ju... Qa kini ju me Silvinion? Ndërkohë, objektivi që kishte presidenti dhe federata, ishte do shkojmë kampionat botror. Nuk shkojmë kampionat botror. Dhe ky quhet dështim. Se ne nuk kemi me një skuadër, të cilët kemi shkuar 2 herë kampionat evropian. E Maqedonia që përmendi Andi, shkojmë kampionat evropian, pa di me çfarë trajneri ka shkuar ylli? Me trajner Maqedonës. Shkoj me trajnerin e vetë. Slovenia shkoj me trajnerin e vetë. Kurse ne bëjmë të kundërtën. Ne kemi trajner, jo se s'ka Shqipëria, Besnik Hasi për shembull, për marrë emër, që nga më të mirët.
marrim një trajner vendas, sepse që nga dita që ka ardhur Eduard Dervishi e shpjegoi mjaft mirë atë. do të jetë gjithmonë një trajner i huaj. Është gjithmonë një trajner i huaj që shpesh nuk ka lidhje dhe nuk është trajner. Shpesh ai ikën nga Shqipëria. Edhe pse Silvinho pati në sezonin e parë pati sukses, pati shumë. Luan letra ose dominon siç tha Hoxha. Edhe kjo... Shiko, të dy ne kemi që Gazeta e Sporti, mos... Fillecat ande kemi, mos shiko nuk kemi... Në fare, profesor Dervishi tha, vëm një ndeshje dinjitoze. Unë që kur kam fillu të kuptoj nga futbolli, e kam gjykot fjalin, kombëtarja bërë një ndeshje dinjitoze. Më nëse se ai ka të etikën e... Po, gjithmonë pra tentativa e inferiorit. Po jo, punon në federatën... Spanjolle, po, Spanjolle, njëri rëndësishëm federatë, dhe ruan etikën në gjitha raste dhe ne unë përpoj edhe këtu ka qenë sekretar. Por, edhe Kosova, njëti model si Shqipëria ka, edhe ajo me lojtarë kosovarë që janë rritur jashtë shumica e tyre. Dakor? Por ato kanë 10 vjetë që kanë kriju, këthemi kombëtarën, 2014 kanë fillu kombëtarën, 10 vjetë, 12 vjetë që bëjmë futboll. Ndërkohë, ne kemi modelin tjetër, është Maqedonia Veriut, këtu afër. Është e njëjta mënyrë përfaqësimi si kombëtarja shqiptare. Ata e bëjnë me lojtarë të rritur atje, në Maqedoninë e Veriut. Dakor? Shumë pak prej tyre luajnë jashtë dhe kthehen për ekipin kombëtar. Sepse ka ndodhur që është zgjeruar futbolli. Nuk garojnë më grupe me 7-8 skuadra që nuk do kishe kur shansin të përfaqësoheshin në Europian apo tentoje play-offin. Është modeli i futbollit, janë rritur përfaqësimet 24 në Europian, 48 botror që të krijon mundësinë që kombëtarët shqiptarë të tentojë këto momente. Por prap në fund të ditës është kombëtare e krijuar nga futbollistë të lindur jashtë, të trajnuar jashtë, të stërvitur jashtë, që vinë këtu dhe ngren karizmën kombëtare. E kanë ngritur tifozët kuqezi. Lojtarët shqiptarë të ardhur nga shqiptarët e Kosovës. Ata e kanë krijuar këtë kombëtar me të cilën nga mëngjesi në darkë mburret ai sekti Duka. Mburret televizionet që e mbështesin nga mbrapa dhe krijojnë histori suksesi, ndërkohë që realiteti i futbollit shqiptar është komplet e kundërta me atë që bën kombëtar. Edhe një pyetje fundi kam unë, Duka, biletat që shiten për këtë radhë për Poloninë, i nxjerrin disa agjenci, unë kam regjistruar edhe një herë, gazetarët e mi kërkuan. E kërkuan thjesht për arsye pune që të transmetonin, po nuk është nevoja. Biletat ishin 350 euro, më zgaboj, Rozhan, sa e keti atë, ndoshta se futin, po, dhe ndërkohë këto e biletat 25 euroshe, gjithsej. Ku i gjen këto agjenci këto bileta? Yllim, kjo është një, nuk është sot, kjo është një... E vjetër, po, unë mora kësë për kontekst... Sigurisht, e ardhën bas 2002-shit, Bas 2002. Bas, në kohën që erdi presidenti jetë gjatë që kemi dhe sot. Aty filloj. Ne do të kemi objekte dhe për problemet e tikat e tjera. Agjensit kanë pas se cila biletat e tyre dhe bonin ofertën. T'ju qojmë Polonit, flini një natë, shifni Varshavën, kombëtarin dhe të ktheni. Do më thonë, paketa ishte përcaktuar që në fillim, se cila nga agjensit kishte numrin e sajt biletave. Të fiksuara, që s'duhet i kishte pra, se duhet ishte e hapur për gjithë mundësia për të marrë një bilet. Tani, një nga mënyrat që ka përdorur federata, shpikërisht mënyra se si ajo i trajton biletat. Një pjesë të njerëzve të afërt, përfshi dhe kolegët tanë, ata u japin bileta. Si ta sheu dërgon mesazhe 10-15 shkrimet ditën, si ka mundësi që i shkruan kaq me shpejtësi. Popullata i lexon në fakt, me thënë drejtën, me një pjesë ja botoj me të gjitha, po dërgon vazhdimisht 10-15 ditën shkruan. Biletat ylli përdoren edhe për të joshur, edhe për të qikosh të kulluat, e ke pa që edhe spaku që s'kishte lidhje me futbolin, i ken tribunën VIP, edhe në ndeshje që bileta me çmim zyrtar është 500 euro. Gëpton të shkoj çmimi zyrtar të Shqipëria 500 euro? Unë kam qenë në ndeshje në Beograd. Çmimet më të shtrenjta një botë, më shumë mund të gjithë çmimet të tilla të ndeshjes kombëtare kudo, në shtetin më të pasur të botës nuk gjen këto çmime. Po transmetimet si bën televizioni publik, kush i bën transmetimet? Jo, i bën televizioni Klan dhe Digital. Klani, për publikun, pra sa ajo tjetër. Transmetimi free e ka Klani, kurse për publikun jashtë, për shembull, unë isha jashtë dhe me aparatet që kisha, unë mund të shikoja Italinë, e transmeton dhe televizioni publik, por nuk shikon do të Shqipërinë sepse del një drejt autori. Që do me thënë, edhe kjo është një shitje shumë e ndyrë. Atere, Ylli, te biletat, se ishim te biletat, qa ndodh me biletat? Jemi shkurt pak, se... Qa ndodh me biletat? Po të marrë rastin, ne inauguronim stadiumin Elbasanit dhe kishim ndeshje me Danimarkën. Dhe biletat ishin 180.000 lekë. Ndërkohë, në Beograd, në 2014 në ndeshje. Bileta me shtrenjtë stadium ishte 9 euro të VIP-i.
Dhe bileta mas sporte ishte 2 euro. Pra, jo se s'kish kërkes, ati kishe kërkes për 100.000 veta në stadium. Por ata vendosin një çmim, do më thënë, i cili është në varësi edhe të jetesës, edhe të mundësisë si kanë tifozë, për të ofruar çdo lloj tifozi. Ne në Shqipëri, i shpëtoi goja njëri nga zyrtarët e federatës dikur dhe tha, futbolli tha, nuk është për të varfrit, tha, është për të pasurit. Pra, ne çojmë çmimin e shtrenjtë, sepse do vinë ata që kanë lek. Ndërkohë, po bëjnë thirrje, kanë 2 ditë për ndeshjen e Ukrainës. Kanë shitur bileta gjë, baldi t'japi dhe falas tani shko. Sepse ndeshjen po të marrë dhe ajo është për të fshirë me nderën. Po t'jap rastin e fundit në kampionatin evropian, biletat ylli mas sporte për tifozët tanë kanë qenë në çmime 30 euro, 40 euro, 50 euro. E di se janë shitur këtu nëpërmjet agjencive. Dhe këto i shesin se agjencia është e prirur se atë punë ka, është biznesi vet. Por edhe agjencisë vet nuk ja japin me çmimin që është real që ka ndeshja. Agjencia i ble ato bileta, i ble nga këta që i kanë aksesin dhe i shesin. Prandaj thot agjencia 1.000 euro të shkosh në Varshavë, shofësh ndeshjen dhe të kthehesh.